Reforma territoriale mbetet thelbësore për opozitën dhe pushteti më pranë qytetarëve për kryedemokratin Sali Berisha kërkon edhe numër më të madh të bashkive në rang vendi. Duhet të bëjmë një përpjekje të madhe për një hartë e cila duhet bazohet në kritere shkencore, demografike, territoriale, ku të ketë dy parime themelore, shërbimet ndaj qytetarit dhe zhvillimin e vendit. Ribërja e reformës territoriale që tashmë po diskutohet nga të dy palët politike, për Partinë Demokratike është një domosdoshmëri dhe për këtë forcë politike, ndarja rajonale është modeli që kërkohet. Nuk jemi fare të hapur të rishqyrtojmë për variantin më të përshtatshëm për rajonet. Ne nuk pranojmë strukturat të cilat sofokojnë dhe marrin kompetencat nga të zgjedhurit vendor, i kthejnë tutelat e vjetra dhe krejtësisht të panevojshme. Në tryezën e organizuar me përfaqësues të shoqatës së bashkive, ekspert dhe përfaqësues të pushtetit lokal, si dhe të Komisionit për Reformën Territoriale, shefi i opozitës Sali Berisha dha mesazhin se synim për një reformë të suksesshme mbetet shërbimi ndaj qytetarëve dhe ndalja e shpopullimit. Synim dhe të garantoj zhvillimin e vendit dhe të nxit ripopullimin